Çfarë ka ndodhur me dy moderatorët e njohur, flet Eriona Rusi. Eriona Rusi ka folur hapur për marrëdhëniet me kolegët e saj të mëparshëm dhe për eksperiencat në karrierë. Si fillim, ajo pranoi se i mungon emisioni dhe veçanërisht moderatori Arion Muça, të cilin e përshkroi si djalë Flori. Arioni më mungon shumë, jemi shumë miq dhe Arioni është djalë Flori dhe më mungon shumë, ajo e përditshmja jonë. Është një nga kolegët më fantastik që kam pasur ndonjëherë, sepse është në radhë të parë një njeri shumë i mirë. Në lidhje me moderatorin e tanishme të Shqipëria Live, Sidorela Gjoni, Eriona tha: Sidorela e bën mirë në mënyrën e saj. Unë mendoj që e kam bërë mirë në mënyrën time, kaq është. Është me eksperiencë, është moderatore e vjetër në profesion. Por për marrëdhënien me Flori Gjinin, ajo u shpreh qartë. Jo, s'kemi raporte fare, as të mira as të këqija, s'kemi raporte. U mbyll sezoni, ai vazhdoi karrierën diku tjetër, unë vazhdova të qëndroja aty, te puna ime, te vendi im, tha ajo tek Andale. Eriona Rusi flet hapur për raportin me Flor Gjinin pas pyetjes nëse do të zgjidhte mes Arion Muçës dhe Florit Gjinit për raportin më të mirë. Eriona nuk hezitoi t'i përgjigjej. Arion Muça, definitivisht, pa asnjë lloj mëdyshje. Arioni Habug veç, edhe Albani, se kam punuar dikur edhe me Alban Musën. Marrëdhënia mes Eriona Rusit dhe Flor Gjinit ka qenë për një kohë diskutim në media, pasi aludohej për një mosmarrëveshje mes dyshes që çoi edhe në ndarjen e tyre si bashkëprezantues të mëparshëm të emisionit.